Ideal, në fund do doja të ndaleshim pak edhe tek zhvillimet në takimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbrëmjen e djeshme, ku është diskutuar raporti 6 mujor i UNMIK-ut. Ka pasur një tjetër përplasje mes kryediplomatëve të Kosovës dhe Serbisë, cilat kanë qenë akuzat e shkëmbyer gjatë kësaj seance dhe nëse do të mund veçojë ndonjë moment kryesor. Po, është e vërtetë Kosova në këtë takim dhe të raport 6 mujor që ju e përmendët është përfaqësuar nga Ministra e Jashtme Donika Gërvalla, ajo sërish ka akuzuar Serbinë se po bën përpjekje të vazhdueshme për të destabilizuar Kosovën, duke cënuar kështu paqen dhe sigurinë në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ajo ka përmendur sërish aktin terrorist të Bajnskës dhe atë të kanalit të ujësjellësit në Iberlepens gjatë vitit të kaluar si akte vërtet të rënda dhe që Serbia qëndron pas tyre si sponsorizuese, por njëkohësisht edhe si një shtet që ka angazhuar njerëz për të kryer veprime të tilla. Ajo sërish ka kërkuar që kryeterroristi Milan Radojičić të dorëzohet dhe të ballafaqohet me drejtsinë kosovare për aktin më të rënd atë të Bajnskës, për të cilin ai kishte marrë përgjegjësinë edhe publikisht. Ndërkohë në anën tjetër, ministri i jashtëm i Serbisë Marko Đurić ka pasur le të themi kritikat për veprimet e njëanshme sipas tij të qeverisë së Kosovës që kanë vështirësuar jetesën e serbëve në Kosovë, duke përmendur këtu mbylljen e institucioneve paralele. Ai gjithashtu ka pasur ankesa për dëbim të serbëve, për largim të serbëve për shkak të politikave të qeverisë së Kosovës, megjithëse për këtë ai nuk ofroi asnjë provë. Ka qenë kjo le të themi ndoshta përballja më kryesore me akuza dhe kundër akuza të Kosovës dhe Serbisë, gjë që është e zakonshme në takimet e OKB-s. Po ndonjë reagim të ndërkombëtarëve gjatë seancës ideala do të veçoje? Rusia dhe Kina mund të themi se kanë qenë në të njëjtën linjë pak a shumë me Serbinë kur bëhet fjalë tek mbyllja e institucioneve paralele. Sigurisht Rusia ka qenë më zëshme dhe me propagandën e saj duke thënë se serbët po keq trajtohen nga politika e Prishtinës. Gjithashtu Rusia ka bërë një reagim kundër marrëveshjes trilaterale mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë në fushën e mbrojtjes. Edhe Kina ka kërkuar që Prishtina t'i kthejë dialogu dhe të mos marrë veprime të njëanshme që le të themi mund të acarojnë jo vetëm raportet, por mund të tensionojnë edhe situatën në veri të Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka kërkuar si Kosovës ashtu dhe Serbisë të përmbahen nga veprimet e njëanshme dhe të ulen në dialog, ashtu siç përfaqësuesi i Bashkimit Evropian ju kërkoi palëve të rikthejnë dialogut, por sigurisht edhe të përmbushin obligimet e tyre që rrjedhin nga marrëveshja bazë aneksiorit të vitit 2023. Mbretëria e Bashkuar ka përshëndetur fillimisht njohjen nga Kenia për të shtetit të Kosovës, gjithashtu ka mbështetur edhe Kosovën në rrugtimin e saj dhe në aspiratat për integrim në institucionet euro-atlantike. Ndoshta nga vetëm një moment duhet të veçojmë këtu është fakti që Kosova së bashku dhe me Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që të jepet fund mandatit të UNMIK-ut, misionit të OKB-s në Kosovë. Madje ministra Gërvalla ka pasur vërejtje për gjuhën e përdorur nga administratorja e UNMIK-ut Zjadeh që është në Kosovë këtu, sidomos kur ishte fjala tek përshkrimi i aktit të Bajnskës që Zjadeh e cilësoi si një incident serioz të sigurisë, ndërsa Gërvalla deklaroi se ishte një akt terrorist dhe akt agresioni mbrapa së cilës qëndron Serbia. Ideal, të falenderoj për të gjitha informacionet që na solle sot.